Kthehemi sërish në studio, jemi në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë të programit Studio Live. Do të ndalë tani tek zhvillimet politike, kryesisht ato që vijnë nga kampi opozitar, teksa kryesia e Partisë Demokratike ka vullosur Berishën, i vetmi kandidat për kreun e PD-s në Albani. Po, e keni parë Saliu sot që përveç se e ktheu raportin evropian në favorin e tij, keni parë edhe tjetër deklaratë të tij për Metën, për Agush Metën. Çfarë? Për një sekondë. Tek rasti i Metës, i keni thënë herën e parë që quhej Agush. Agush e ka pasur. Keni ndroi që ka me keni krijuar një tollovi online namizi. Edhe zoti Romi e di. Si qëndron e vërteta? I qëndron sërish te deklarata? Sipas deklaratave. Jo, Kara, ju keni ndjeni për këtë? unë e kam njoft që se kam njoft fshat, e kam njoft 83-4 me emrin i lirë kam njoft. Po tani mund ta ketë Agush, s'është gjë. Agush e ka S'është pasur turpë që ndaj Agush. Mund të më mirë mbas. mbas. Ja bëri i lirë sepse erdhi në Tiranë dhe u bë. Sidoqoftë. Pra i qëndron kësaj. Janë shar, patjetër që po, janë shar me njëri tjetrin. I kanë thënë njëri tjetri do kalosh jetën mbrapa hekurave, e të tjera. Ai i ka thënë unë e dhash dorëgjën për djalin tënd Zeni, e të tjera. Or sa poshtërsi kanë thënë për njëri tjetrin. Si arrin, do thojmë ne politikisht, po si arrin të gëlltisin atë që kanë përshtyr kaq vite. Si arrin të thonë tani, Meta po mbahet në kushte mizerable, po mbahet kështu e po mbahet ashtu. Kur Meta duhet mbahet akoma më keq për atë çka u ka shkaktuar shqiptarëve. Nuk e di, a jem në një... Po, mos bëhet konfirmim për çdo gjë nga Karaca, ndoshta është kundër. Ai mund ta mbrojë Partinë Demokratike. Jo, nuk e ka te Partia Demokratike. Por kam marrë malli ta mbroj, po s'po m'japi rast. Po m'japi Ky është momenti ta bësh. Po ma prishin planin që Sidoqoftë. po prishin aksionet. Falsifikimet që ka bërë Meta. Po. Spjulliqet që ka bërë Meta, që i ka dhe në dosjen e sigurimit të shtetit, që për fat të keq nuk po e shohim më. Ku vajti kjo dosje e cila ky ka spionuar shokët e tij, e cila u trumbetua me të madhe që do dali në rrjete, do dali si fakte të gjitha. Partia Demokratike në anë gazbardh e çon tek opinioni i Venecias, për të dhënë opinion Venecia, dhe e çon në kalendat e opinionit Venecias. Domethënë çiko ç'a bëhet. Këta dy për të mbrojtur njëri tjetrin, sepse nuk mbroj njëri tjetrin nga qefi, po e mbroj nga halli. Sepse kanë bërë afera të tmerrshme. Aty deri në vrasje, ku i dim nesër që kanë bërë, shumë gjëra kanë bërë. Dhe vim në pozicionin tjetër. Unë, kur bëra propozimin Partisë Demokratike për të shkuar dhe kandiduar në 2013, mbasi kuptova që ky u dorhoq, isha një njeri që kisha një background demokratik. Çfarë? Sepse kisha hedhur monumentin e Stalinit atëherë kur këta fshieshin mbas fustaneve të grave të tyre, të mamave të tyre. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit, unë do i them në Roxhën, por siç ka thënë ky Qemal Lamja në librin e tij, dhe e kam këtu, në qoftë se kamera ma sitofon, ma afron, thot që plani i Bujar në Albanit për ta hedhur në herë monumentin e Enver Hoxhës dështoi sepse nuk e lam të afrojë, thot ky. Ndërsa në faqen tjetër thot këtu Po i referohemi tek. I referohemi, thot ish kreu e të justisë në atë kohë ishte më i tmerrshëm ky, thot dinamiti Stalinit ja vuri Bujar në Albani. Atëre, duke patur këtë background dhe si persekutuar politik, sepse ne ishim për shkak të një gjaje ishin dërmuar nga biografia. Dhe unë mora guximin, mbasi isha dhe antar i Partisë Demokratike, militoja në për qendrat e zgjedhjes të këtyre, mora guximin që shtypja asaj kohe, sidomos gazeta juaj ka thënë këtu, që shtohet lista me kandidat për kreun e PD-s në Garë Bujar në Albani, Admir Mulaj, Eles Çajkaj Biberaj. Koncis të lutem që të shfrytëzojmë kohën. Sidoqoftë, ky jo Oldashi besoj, Kush? Oldashi ishte? Oldashi dhe Benjamini familjes patjetër që ishin. Nuk i prekte njëri ata, por ne ishim ata të vejlit. Që pa dashje si tani ne e trembëm atë, dhe atëherë Saliu. Pse? E trembte
aftësia ose kontributi demokratik jashtë Guximi për të menduar që mund zgjidhësh që mund kryetar. të zgjidhësh njëri i cili edhe në garë i prishte punën atit pale dhe na më janoi nga gara. Këtë po bën dhe sot. Dhe atëherë, si mund të shkoj përpara kjo forcë politike me këtë njeri? Si mund të shkoj përpara? I them demokratëve, çfarë jeni ju që akoma mendoni të shkoni mbas Qerës Saliut me 40 njerëzit e tij i cili i ka jo për të mbrojtur demokracinë shqiptare, por për të mbrojtur atë dhe familjen e tij. E dim shumë mirë se ku përfundoi Benjamini i tij, Lulush Basha, në kohën që u fut dhe i përkëdhelu i Saliut. E dim shumë mirë se çfarë disfatë shpati. Berishës çfarë do t'i thoni tani? Berish do t'i them, të lutemi dorë vullnetarisht sepse po të vjen fundi. Në mos vullnetarisht ty do ta heqin titullin si kreu partisë, ose me gjyq, ose me anë të drejtësisë, ose duke të ekstraduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si njeri që sjell instalon terrorizmin. Sepse daljet e tij në bulevard me molotov, me grupin e zjarrit, ç'është ky grup zjarri? Kush ishte kjo polici, përveç se fakti që rrallën e fundit na solli një diçka të mirë, sepse kapi elementin e këtij grupi zjarrit. Si mund të lejohet grup zjarri në një shtet? Ku janë këta shefat e policisë mëparshme? Pse e kishin lejuar? Si është siguria e njerëzve? Do të thënë, grupi zjarrit parakalonte i maskuar dhe ne terroristët iranianë i lidhim në mes bulevardit. Ç'ishte kjo, zoti Ron? Dhe unë prandaj them, a do vënë dorë demokratët, a do distancohen nga kjo forcë politike që i shkatron, përveç Benjaminëve të tij, mbështetësve të tij të interesit, dhe atyre që vënë me mediokritet pas tij, të tjerët edhe janë distancuar, po duhet të distancohen edhe më shumë, sepse nuk mund të shkoj përpara si opozit me këtë forcë politike opozita shqiptare. Po, Opinioni? tani unë opinione juridike kam bërë, do ta bëj një të shkurtër më Kjo është pas. politike, më së tepër se. Po, dakord, po t'jap një opinion në bazë edhe emocional ose metaforik. Që nga dhjetori 90-s, dhe deri tani që flasim, jemi marrë i vitit 2026, për 36 vite pothuaj, pa pak. Saliu, dhe pse mori pjesë me ne pak më pas se ne, për ndërtimin e Partisë Demokratike, dhe pse ka drejtuar me dorë të ekur një parti me emrin Parti Demokratike, u bë Sali Sudja, Sali Xhaferi, Sali Kamberi në 97-ën, u bë Sali Gërdeci, Sali Alpetroli, Nafta Virgin, e ku të di unë, po kur nuk u bë Sali Demokrati, nuk u bë Sali Shqiptari, dhe nuk u bë Sali Njeriu. Pra, si përfundim, ky njeri që proteston në çdo kancelari ku mundet, aq sa e dëgjoj fjalën, dhe në bulevard për zgjedhje të lira të ndeshme, nuk lejon zgjedhje të lira të ndeshme partinë e tij. Ky ka frikë, si këtë zotërin, që mund të merrte maksimumi 2-3.000 vota në atë Po kohë. t'i merri edhe më shumë. Po mirë, po që s'doja rrezikoja atë, se unë e di shumë mirë. Natyrisht që jo. ndërtuar PD-ja, Natyrisht jo. ka frikë çdo shfaqje e vullnetit të lirë. Ky ka shillikun e ka të merr. Ka frikë dhe me Remën. Po, Unë e pata këtu një takimi, isha me gjithë në XPI-un, përballë, e pash. e cila e tëmte Saliun dhe ajo me vobektsinë e saj. Pra, ka një varfëri në E vobekt. kontributin politik, por pak në ky ka frikë. Të mendoj me Remja, të kandidoj, mendoj në tjerët. Pra, ky delegitimoi deri në fund garën, po dhe qëndrimin e tij si kryetar. Ky nuk respekton kur statutin. Sa herë që ati i Leverdis kthehen në statut në mënyrë të drejtë kundërshtim me çdo gjë të shkruar, të archivuar në gjykata, në Ministri i Drejtësisë apo Komision Zgjedhor, ky legjitimon interesin e tij. Pra, u çua ndryshe në 2021 dyshin për foltorin e Bashës
dhe e përfundojnë ndryshe. Kush I bën këto, domethënë? Se unë nëse do të kem folur diçka para disa viteve, ku më ka kërkuar dikush një mendim, unë kam menduar mirë çfarë kam thënë dhe si ka evoluar situata, që të evoluojë dhe mendimi im. To I bën një që nuk ka turp. Sa I kujtes ka. Hajde dhe s'ka kujtes. Kujtesën e ka. Dhe në basë unë e konkurojnë kujtes. Dhe ja kujtoj prapë sa herë të mundet. Garën e vendosi përfundimisht në PD-n e vitit 2026, komunisti me tesër 10, 86, 90, I 8 nëntor 68. Dhe ja kujtoj sa herë të mundet. Pra hiq dorë tani. Flet ti për garë. E dyta, ne duhet ju bëjmë qartë shqiptarëve, sa më tepër, nuk kemi hyrë, jo të gjitha televizionet e bëjnë. Pra pas skenën politike shqiptare, kur këta takohen dhe merren vesh me njëri tjetrin. Në mënyrë perfekte. Dhe kur foli ky zotëria, do të thrasi ky dhe unë jam persekutuar dhe familja ime për to qëndrime. Pse unë u mora me Berishën dhe Metën, dha shembull nuk e duan ata. Dhe pse unë pata guximin, edhe nuk jam të rrequr ku më kanë thënë për media. Kam dalë media I këshilluar nga zëri im I brendshëm, po dhe nga njerëz shumë të rëndësishëm se këta. Kujtojnë ta pse s'na me nderoset ti ne, po jo më se s'jeni vetëm ju. Jam më I zgjuar se ju për ato që kam bërë. Se të marrin dhe thjeshta, ta dhe të ofendojnë me qasin e tyre. Çon një ministër tia për një deputet e thua o Romeo 2017 të rreqë, ka shkuar aty ku nuk ka më tim brapa. Romeo nuk është qenë I telekomanduar remotely e sulti të rreqë, e kam nis vetë ta bëj vetë. Edhe kështu që në këtë vend, në këtë lloj gare, në këtë lloj mejdani që kanë këta, nuk ka vend ajo që për mua përmblidhet në dinjitet. Nëse ne dua të kthehemi, nuk vjen edhe pjesa e mirëqenies shqiptarëve, se mirëqenie duam ne, nuk vjen pa dinjitet. Pa dinjitet kur. Kështu që bile dinjiteti vjen përpara dhe vetë jetës dhe liria, se njerëzit japin jetën për liri dhe dinjitet. Dhe adheu vjen para këtyre. Ta më kalon pa adhe. Për adheun e kujt do luftoj nesër? Ku e kam adheun? Ku e ke ti që kërceve që pari kur folëm dhe për punë e shtëpiave? Se ti s'ke një shtremb I kokë. Edhe unë s'po ngres zërin për vete, më fare. Po ngres zërin për brezin tënd. I kam fëmijët shumë afër me ty me mos. Faleminderit shumë për këtë gjë. Njëjtën gjë bëj edhe unë, unë kërcej kur një e drejt nuk zbatohet ashtu sikur se është. Dhe ashtu sikur se ju thatë, unë ju mbështeta për këtë gjë që është një problem për të gjithë. Po se kam vetëm për se ndonjëherë kërcejmë prifti nga belaja, thonë, po kërcejmë gjithë tani. Më dëgjoj. Dëgjoj. Pse unë flas për njerëzit janë të pamundur. Jam shumë dakord. Unë ligjin e shoh, jo për mua, se unë I dal vetes për Zot nga mjesin dark 24-24. As du t'ja di fare unë për ta, për çdo lloj sorollopi. Flas për gratë, flas për pensionistë, flas për fëmijë, flas për të smur, flas për një të huaj që pa përkraje këtu, dhe kam treguar me vepra, që kam qenë pro tyre dhe me vepra. Pra ligji është garancia. Pse më doriu në mëshirën e të fortit? Ku jemi këtu ne? Do ta bëjmë vendin Salvador, që kaloi nga një lagjen tjetër të paguaje, kur ishte se tani Salvador është bërë lule, apo për të mbajtur dyqanin hapur, jo më për xhiron, të paguaje nga 15 deri në $200 sipas tarifave të tyre. Pra, un jam për një Shqipëri që ku ne jetojmë të lirë, të barabartë në mundësi, jo të barabartë. E dyta, pse ky që thotë do ta bëjmë Shqipërinë ne? Pse s'ka fol? Jo vetëm për kotin zgjedhor, që është nëna e gjithë qiellave, po s'ka fol për një minimum jetik. Pse ky dhe stafit rreth tij, që ky ngrihet për hallit shqiptarëve, pasurohen, ndërkohë që Shqipëria varfërohet, ashtu dhe ministrat. Unë jam për një veting real të politikës, dhe nëse do bëhet një veting real të politikës, atëherë unë nuk e di se kush e ka do të ngel, do të mbes, po mendoj që 99% këta nuk do t'i shohim më, edhe mos na marr kur malli për të parë më. Urojmë që të vi ajo ditë, edhe unë them jam besim plot se do të vi. Pse? Sepse do ta bjerë koha, s'kan nga shkojnë më I dashur Romeo. Ajo që më shqetëson mua janë falangat e tyre të udhëhequr nga këta, siç e thatë dhe ju, të cilët bëjnë presione, qoftë edhe tek ju, qoftë te njerëzit përparimtar që dalin me fjalën e lirë kundër këtyre, duke I kërcënuar, gjë që për mua është minimalja e minimaleve, sepse siç thatë dhe ju,
Unë i dalë Zot vetes si që i dalë dhe unë. Ju i dalë një Zot si që i dalë me. Sepse në fundit unë flasë pa ta fëmijët që unë bën jetën atë aksidentin e shtetit të këtyre. Sepse ky shtet... Pra, unë për këto për flasë. Pikërisht, nuk bëhet me i të rënd të kalemit dhe një spektër të Zeusit. Ky shtet duhesh bërë që 35 vjetë për para. Ky shtet kishte të gjitha mundësit për të qenë në Europë në si gjithë të tjerët. Por e shkatroi në 97, e shkatroi për firma piramidale. Atere, ku shkojmë ne? Që të arish pastaj me kërcënime tip alla Saliu dhe alla Meta, asli marrë në konsiderat fara, sepse unë i dola diktaturës në atë kohë, duke i vënd bulevardit 10 kallëpe dinamit me gjithë Stalinin që e shqeva. Dhe jo më të merrem me friksimet e këtyre. Absolutisht jo. Pra në i dashur, gjithmonë me kurajo dhe unë të besoj që je njeri i jashtëzakonshëm dhe i vlefshëm për çdo lloj politike dhe udhëheqje. Po nuk është në garë, Romeo, të kujtoj që nuk është pjesë e politikës. Kur të bëhet pjesë e politikës, mund të votoni dhe t'i bëj marketing në media, po sot s'ka nevojë që t'i merr një aprovim se është avokat dhe thot mendimin e vet. Po mund të ndryshon dhe diçka dhe kishte ndryshuar. Sikurse dash Sula. Problemet se Bujari e ka, doli aty ku do të më dalë, po tani Bujari e ka. Për te i batutës, gjejmë shpesh që artikulohet në media për shkak të atyre çfarë ndodhin që janë bërë super të fuqishëm me parat. Natyrisht. Sa para kanë bërë? Natyrisht. Sa para kanë bërë? Kush, për kë fjalë? Kush? Për këta figurat kryesore, për Berishën për shembull. Për Metën. Miliarda. Ku po bëhet fjalë për miliona? Milionat i paç ti unë dhe Romi. Milionat e euro. Miliarda euro. Ç'a kujton ti? Se amerikanët nxjerrin kodën grada? I dinin se ku i kanë. A do i shifër tani? Dëmi që ka bërë 97-ën është përveç 13 ca të vrarëve minimumi $60 milion dëm. Se është dëmi. Tani çfarë mungon nga buxhetet vit mas vitit, po fusim parat e trafikut, ato janë tjera. Mendohet që janë një 70-80 miliard, tani bëj llogarim vetë. Çfarë kanë vjetë dhe çfarë u bë dëm atëherë, i thonë një 100 ca miliard. Këto para po të ndaheshin, ne do kishim Zvicër një minimum jetik, ku me pagën, ja them shqiptarëve sa herë mundem, me pagën, jo që do kishim 1/3 strehim, 1/3 edukim, 1/3 ushqim. Ky është minimum jetik. Pra që një kamarier të shkojnë e të punojë dhe më pak se këtu, me orë të doktorë, punojë në Dallas, në Texas, e të marri nga 8.500, shu varion, dhe në $11.000 në muaj. Dhe ne këtu t'i shojmë dulbi, ndërkohë që veze qumush atje bëjnë 4 herë më lirë dhe karburant se këtu, këtu është boll. Se ne dim çfarë na mungon dhe çfarë na takon. Faleminderit shumë për diskutimin, faleminderit gjithashtu. Ishte kënaqësi që më bashkohem me zotin Romeo si një kundërshtar vetëm në një pikë, por në të gjitha pikat e tjera... Me siguri da kemi kandidat për garë. Unë do doja... Aty ku jemi kundërshtar ke aleat... Ata s'vin kur... Faleminderit shumë, do të shkëllim tani për të kthyer së bashku vetëm pas pak.